pak do shkoj tek Medical and Beauty Fair tek Pallati i Kongreseve, e thash gabim, Pallati i Kongreseve. Sot ishte dita për të ftuarit, pa të ftuarit të çdo brendi dhe nga nesër e 3 ditët në vijim do të jetë hapur për të gjithë që të shikojnë, të shkojnë, të testojnë dhe t'i marrin disa produkte me ulje nga panajiri. Unë do shkoj tani dhe të shikojmë cilat brendet do më mahnisin kësaj radhe. Kisha kopa e parë, e kam parë vetëm nga ferma kur mbaroj, por nuk e di. Që ma ti ka shtyre rekorde. Njerëz duhet heqin dorë nga puna tyre se pa ty do bëj asgjë. As un pat as do bëj asgjë, po ti je modeste. Hey, Adriana Dustin. Hello, baby. There, my feet. You can follow but the brand too. Nuk po flas shumë se po shijoj muzikën, po anyway, janë produktet më të reja. Ja, dhe Dermasphere, ku flasim për luks, sigurisht Dermasphere është një nga brendet e mia të preferuara që kam përdorur shumicat e gjërave këtu. Maska, këto si kam përdorur, por më duhet i përdorur. Këtë kam patur, kam patur shumë gjëra, nuk e di çdo video tregoj çka kam patur çka jo, por anyway, vi të them që Dermasphere gjithmonë do jetë number 1 në zemrën time për cilësinë. For real. The Organic Pharmacy, sa muzikë paska more, Atëherë, I pasra dhe me numër që të shikoni, Cleanse, Hydrate, Repair, Moisturize. Gjët që ka të mira The Organic Pharmacy janë që krijon goxha hite për njerëz që duan të provojnë shumë gjëra bafe dhe marrin në një çmim pak më ekonomik. Si kjo këtu. Unë sa po mora disa produkte, faktikisht dhe vërtetën. Mora këtë maskën këtu Engine Peel Mask. Kam marrë Niacinamide për edhe gabim. Dhe po mundohem të qejt mos marrë dhe diçka tjetër. But I don't know. The Organic pra, dhe do kaloj tek një brand tjetër që më pëlqen shumë për flokët e mia dhe nuk e kam ndryshuar këtë shumë kohë.